Në Big Brother Kosova, ka momente kur fjala nuk është më mjeti kryesor i komunikimin. Ka qaste kur gjithçka thuhet me sy. Me vështrime të gjata, me heshtje që zgjasin më shumë se ç'duhet, me reagime që nuk artikulohen, por ndihen. Një nga këto momente ndodhi sonte, kur Limi nuk ja ndante syt Albës, duke e shoqëruar praninë e saj me fjalë si: "Sa e mirë je bërë sonte", ndërsa brenda tij dukej se po humbiste çdo filtër vetkontrolli. Por kjo histori nuk është thjesht për një burr që pëlqen një grua. Është për mënyrën si dëshira, kur nuk menaxhohet, kthehet në shpërqendrim, dhe për mënyrën si vetdia, kur është e fortë, nuk ka nevojë të reagojë me zhurmë. Alba dhe akti i të qenit vetvetja, Alba nuk bën asgjë jashtëzakonshme. Ajo vishet bukur. Kujdeset për veten. Ecën me siguri. Dhe pikërisht kjo thjeshtësi është ajo që e bën praninë e saj kaq të fortë. Në një ambient ku shumë përpiqen të bien në sy me zë të lartë, Alba bie në sy me qetësi, kur ajo vishet bukur, nuk po i dërgon mesazh askujt. Nuk po kërkon reagim. Nuk po provokon. Ajo thjesht po ekziston në mënyrën që zgjedh vetë. Por në sytë e Limit, kjo ekzistencë merr për masa shumë më të mëdha. Limi, vështrimi që zgjat më shumë se ç'duhet, sonte, sytë e Limit flisnin më shumë se fjalët e tij. Ai nuk ja ndante syt Albës. Ishte një vështrim i ngulur, i përsëritur, pothuaj i pavetëdijshëm. Një vështrim që nuk ishte më thjesht admirim, por humbje e përkohshme e fokusit. Kur ai thotë sa e mirë je bërë, fjalia nuk është problem në vetvete. Problemi është intensiteti që e shoqëron. Sepse kur fjalët përsëriten, kur shikimi nuk ndalet, kur reagimi bëhet i tepruar, admirimi fillon të humbas elegancën dhe të marrë formën e obsesionit të vogël të përditshëm. Ai çmendet fare. Perceptimi i të tjerëve në Big Brother. Asgjë nuk ndodh vetëm mes dy personave. Gjithmonë ka sy të tjerë që shohin. Dhe kur të tjerët fillojnë të thonë ai po çmendet fare pas saj, kjo do të thotë se reagimi i Limit ka kaluar nga privatja në të dukshmen. Kjo çmendje nuk është romancë filmash. Është shenjë e një emocioni që nuk po filtrohet. Një ndjenjë që po del jashtë kontrollit, jo për shkak të Albës, por për shkak të mungesës së balancës së brendshme të Limit, kur Alba e sheh. Dhe nuk ndryshon, një nga momentet më domethënëse është fakti se Alba e sheh këtë reagim. Ajo e ndjen vështrimin. Ajo e kupton atmosferën. Por nuk ndryshon. Nuk e ul kokën. Nuk e rrit sjelljen. Nuk e shfrytëzon situatën. Kjo është pika ku dallohen karakteret. Sepse shumë njerëz, kur kuptojnë se dikush çmendet pas tyre, ose përfitojnë nga kjo, ose tremben. Alba nuk bën asnjërin. Ajo qëndron në kontroll të vetes. Kjo qetësi është ajo që e bën situatën edhe më të thellë. Njëra palë reagon gjithnjë e më fort, tjetra mbetet e pandryshuar. Trupi i gruas dhe projekti mashkullor në shoqëri. Shpesh ndodh që trupi i gruas të mbushet me kuptime që nuk i përkasin asaj. Alba vishet bukur për veten. Por në mendjen e Limit, kjo bukuri shndërrohet në stimul emocional që ai nuk arrin ta menaxhojë. Kjo nuk është histori e re. Është histori e vjetër shoqërore. Kur një burr nuk ndan dot ndjenjen nga kontrolli, ai fillon ta shoh tjetrin jo si individ, por si burim emocionesh të tij. Big Brother si amplifikues në jetën reale, ndoshta ky reagim do të ishte më i butë, më i fshehur. Por Big Brother e amplifikon gjithçka. Kamera e bën vështrimin më të dukshëm. Prania e të tjerëve e bën reagimin më të komentueshëm. Dhe kështu, ajo që mund të ishte thjesht pëlqim, shndërrohet në temë diskutimi dhe tensioni. Limi, ndoshta pa e kuptuar, po ndërton një imazh, atë të dikujt që e humb balancën sa herë që Alba shfaqet e sigurt dhe e bukur. Alba si pasqyrë. Jo shkak, është e rëndësishme të thuhet qartë. Alba nuk është shkaku i çmendjes së Limit. Ajo është pasqyra ku dalin në pah mungesat e tij emocionale. Reagimi i tij flet më shumë për të se sa për të, dhe kjo është ajo që e bën këtë situatë interesante nga ana psikologjike. Njëra palë shfaqet gjithnjë e më e përqendruar te vetja. Tjetra gjithnjë e më e shpërqendruar nga tjetri. Përfundim, sytë që tregojnë më shumë se fjalët. Sonte, në Big Brother Kosova, nuk pati përplasje. Nuk pati britma. Pati vetëm sy që nuk ndaheshin dhe një prani që nuk ndryshonte. Dhe kjo mjaftoi për të treguar gjithçka, sepse kur dikush çmendet pas teje, por ti vazhdon të jesh vetvetja, historia nuk është më për dëshirën. Është për kontrollin.
Dhe kontrolli i vërtet nuk është ai që ushtron mbi tjetrin, por ai që mban mbi veten. Në një shtëpi ku të gjithë shihen, Alba po tregon se bukuria më e madhe është të mos humbasësh qetësinë, edhe kur sytë e të tjerëve nuk të lënë rehat.